pas Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, ishin vetëm 107.000 protestues, kështu që derisa ata thonë 107.000, shumëzo me 5, i bjen fiks aty diku 400-500.000. Dhe ajo që ka vlen të theksohet është se protestat kanë shkuar paqësisht, për në mënyrë paqësore, çuditërisht duke pas aq shumë protestues, por me gjas janë pritur provokimet nga të dyja palët, qoftë nga ana e qeverisë apo aparatit shtetëror, qoftë nga ana e protestuesve dhe asnjë raport nuk ka provokuar, pavarësisht se ka pasur disa incidente të vogla, si njëri shtypi me makinë disa persona, pastaj ai lëshimi i topit i cili është i kundërligjshëm dhe i cili u dha panik protestuesve, por megjithatë në raport me madhështinë e asaj proteste ishin incidente të vogla dhe besoj padyshim që kjo ishte protesta e parë për t'i treguar fuqinë popullore Vučićit dhe protesta e dytë do ketë mundësi të eskaloj dhe besoj që do eskaloj. Në anën tjetër e kemi Vučićin i cili doli dhe deklaroi se ne duhet të kuptojmë që populli do ndryshime, do me thonë ose tu dosh me shpall zgjedhjet, ose don me ndërmarrë diçka me rregullu qeverisjen e vet. Mirë, Drizan, një numër shumë i madh i protestuesve, protesta më e madhe në historinë e Serbisë, incidente minimale, po i quajmë kështu, me qenë se një grumbullim i njerëzve, i masës, nuk kupton që mund të ketë më shumë incidente se sa këto që i pam të shtunën. Si shihni ju? Pikërisht është në vazhdën e planit strategjik të Aleksandar Vučić, pra që ta fitoj kohë, edhe kohën është duke fituar, sepse është thënë edhe nga ekspertë të ndryshme në Kosovë dhe më të gjerë që 15 marsi do të jetë i përgjakshëm, kuptimin e numrit të lartë të qytetarëve që do të jenë në rrugët e Beogradit. Pra nuk do të ashtu të jetë i përgjakshëm. Nuk do të ashtu sepse mbrapa apo dirigenti i gjithë kësaj proteste është Aleksandar Vučić. Pra ju vazhdoni edhe të besoni që Aleksandar Vučić qëndron brapa organizimit të këtyre protestave? Aleksandar Vučić qëndron brapa këtyre protestave, që tani më protestat në kontekstin si koncept protest, mund të interferojnë edhe grupet të interesave të ndryshme, mund të përshkallëzojnë gjendjen e sigurisë, mund të bëjnë veprime individuale të izoluara, por në tënësi protesta ka qenë e qetë, ka qenë proteste përgatitur mirë nga ana e strukturave të sigurisë së Serbisë, sepse edhe fakti asaj që e tha edhe Ardioni atij topit zanor, tani më edhe nga mediat opozitare serbe, pra potencion qartë që nuk është përdorur topi zanor, është përdorur domosdoshmë një kaos nga ana e studentëve, të cilët kanë krijuar atë momentum të tillë, sepse por të ishte përdorur topi zanor në kontekstin e ndaj qytetarëve, do kishte me pas nëse pak me dhjetrat e vdekur, sepse nuk mund ta imagjinoni çfarë presioni të lartë ka në kontekstin e sistemit neurologjik, pra një përdorimin i topit të tij zanor dhe ata të cilët janë të shëmuar me sëmundje kronike nga zemra, mund të psojnë edhe infrakte të ndryshme. Pra, çka është më rëndësishme të thuhet? Është fakti që Vučić do i lejoj këtë protestat të zgjasin edhe për deri me 12-13 prill, sipas gjitha gjasave. Pra do vazhdoj një protestë me një intensitet më të vogël, sepse 18 prill është afati i fundit ku do duhet votohet qeveria nga ana e parlamentit të Serbisë dhe që zgjedhjet e parakohshme tani më janë të përcaktuar mes rreshtave nga Aleksandar Vučić që do të jetë mes 1 dhe 8 qershorit të 2025-s. Pra jemi në ato që kanë potencuar herën e kaluar në studio, që deri në fillim të shtatorit Vučić po dëshiron të krijojë hapësirën e vet manevruese, dhe këtë hapësirë manevruese dëshiron ta mbajë Serbinë neutrale në zhvillimet që janë duke ndodhur në kontinentin evropian, pra mes luftës Ukrainë-Rusi, madje duke nxitur edhe podcastin me djalin e presidentit Trump Junior, e cili ndër të tjerë potencoj që për një orientim amerikan, ndërsa në anën tjetër eksponentët e tij, Aleksandar Vulin dhe të tjerët, kanë një detyrë specifike, eksplicite që të vazhdojnë komunikimin me Dumën ruse dhe me strukturat përkatëse, madje Marko Đurić, si ministri i jashtëm, ishte për vizitë para se të fillojnë takimet mes Amerikës dhe Rusisë së përket planit për paqe
Dhe kjo për dëshmon faktin që kemi të bëjmë këtë me një skenar, dhe ky skenar do t'i mundësoj Vučićit dhe po dëshiron të fitoj në hapësirën e asaj që Serbia në ndryshime dhe përcaktimi të ri kufitar që mund të bëhet nga konteksti geopolitik të jetë e paprekur dhe të vazhdoj tutë, sepse një gjë nuk duhet haruar. Serbia nuk dëshiron të jetë as në NATO, as në Bashkimin Evropian, po dëshiron të luajë një rol të neutralitetit. Po, do thotë edhe në këtë rast, në këtë situatë, në këtë geopolitik kaq fluide, e kemi një Serbi që përbën një lojë politike. Pa dyshim, gjithë shka është politik, prej që zgjohemi në mëngjes, mas pore në shpe fillojmë politiken, pastaj dalim rrugë, vim punë, edhe sidomos ata që e kanë këtë punë profesion. Dhe pasion. Dhe pasion, po. Por, unë nuk mendoj që janë të instrumentalizuara këto protesta, edhe herën e kalume kom thonë kështu, për shkak se masovizimi të deri në atë mas, që dalin 500.000 qytetarë në rrugë, nuk mundet as kush me siguru që nuk mundet me eskalu me pas ndoshta dhe të vdekur në gjithë atë mas, sepse masa vetë e bën të vetën, në qofë se veç e marrë një vrap e shtypin njani tjetën dhe mund të ketë viktima. Pastaj i kemi të tjerat, për shembull Vučići merr nga Srpska Republika dhe nga Kosova të rinj për ta mbrojtur atë, për të protestuar kundër protestuesve. Do me thonë, në qoftë se merr protestues kundër protestuesve është provokim. Dhe momentin që ja bën provokimin protestuesve, atëherë i bie që ti ose jetu duke u friksu, ose jetu dasht me ndes trazira. Nuk besoj që Vučići do me ndes trazira, sepse nuk i shkon në favorin e tij. Në anën tjetër i ke 500.000 veta që kanë dalë në rrugë, shumëzoj me 5, se herën e kalume më delshin 200.000, herë 5 më delke 1 milion, tash po më dalin 500, herë 5, 2 milion e gjys votues. Gjithë ata do votojnë kundër Vučićit, sepse nuk kanë dalë për ta përkrahur Vučićin dhe në këtë rast mendoj se ai veç se është futur në një lojë të cilën nuk mund ta kontrolloj, duke pas aspektin gjithë një parasysh kontekstin politik. Janë dy krahë në Serbi, gjithmonë kanë qenë dy familje të cilat e kanë udhëhequr Serbin, njëra që është pro krahit perëndimor dhe tjetra që është pro krahut rus. Dhe prapë edhe kjo është një clash apo një ndeshje mes këtyre dy familjeve, dhe serbët janë lodhur me lojrat e qeverisë serbe, të cilët po i çojnë ka Rusia, ndërkaq Evropën e kanë në prag të shtëpisë dhe Evropa ju siguron çdo gjë që ata dëshirojnë, ndërsa Rusia vetëm regres. Andaj edhe gjithë këto protesta në një farforme janë krijuar dhe Vučićit i ka dalë nga duart kjo loja politike të cilën është munduar ta bëj të haj me dy lugë. Mirë, Drizan, mendoni që i ka dalë nga dora Vučićit loja politike dhe e shehni që do ta marrë edhe një herë qeverisjen në Serbi? Padyshim e kemi potencuar në studion e juaj, pra vetë të rikonfirmoj çështjen e asaj që Vučić është krijesë e faktorit ndërkombëtar Brukselit, që të vetmit personi që mund të vazhdojë të përmbyllë proceset e viteve 90 të hapura në kontekstin Ballkanit Perëndimor, pra mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe pikërisht Bashkimi Evropian, faktorë të ndryshëm brenda strukturës së Bashkimit Evropian do të insistojnë tutë ta mbajnë të gjallë në procesin politik, sepse... Pra mendoni që Vučić nuk do të dorëzohet dhe ashtu? Vučić nuk do të dorëzohet, mund të kemi ndryshim eventual të 1% vogël të votuesve në zgjedhje, kuptimin e përqindjeve, por asesi një impakti që do të argëzoj nga froni i tij krijuar kriminal, mafioz, por ai do të qëndrojë tutë të mbetet protagonisti politike së Serbisë edhe për një periudhë vjeçare, sepse çfarë do intervali tjetër kohor, çfarë do ndryshimi i parapar nga ana e politikës së brendshme, ndoshta që është legjitime dhe është arsyeshme, nga ana qytetarëve të serbë atje, është fakti që po ta krijuar një njerëz që të vazhdojë dialogun, marrëveshje, të çështjet e tjera, faktori ndërkombëtar nuk ka kohë për të humbur, prandaj për të qenë më të saktë në pyetjen tënde, në qoftë se ne do të shkojmë në zgjedhjet parakoshme, pra kjo vetëm se e vendos kapakun mbi teorinë e asaj që
Vučić është promotori, organizatori dhe është dirigenti i veprimeve protestuese të këtyre zhvillave që kemi parë deri më tani. Lidhen këto, sidomos Bashkimi Evropian kur thoni që e mbështet Aleksandar Vučić si protagonist për të firmosur dhe për të vazhduar shumë procese të hapura, ka protagonist Bashkimi Evropian edhe në Kosovë, ka zgjedhur ndonjë protagonist që me ditë pak a shumë edhe apo bëhet nga qeveria jo në Kosovë. Çështja e qeverisë në Republikën e Kosovës do të jetë shumë komplekse. Me që shkurt se s'dua ndalim shumë tek kjo. Do të jetë shumë komplekse dhe sipas gjitha gjasa, mendimi jemi nga atë çka shifet, nga atë çka lexohet, ne do të kemi zgjedhje të parakoshme në Republikën e Kosovës sepse protagonistët kryesorë tani më shumë janë të fokusuar po interesat e partive politike edhe asesi po interesat shtetërore të Republikës së Kosovës. Unë po bëj një pyetje retorike me këtë që po thot Drizani, gjithë Evropa dhe Amerika ishin kundër Kurtit, por Kurti fitoi 40%, edhe Vučići nuk e vendos as Amerika as Evropa, po e vendos populli i Serbisë me votë, kështu që nuk besoj në atë konspiracionin se Evropa ose Amerika sjell figura edhe i thonë ti ke me konë president, ky ka me konë kryeministër, nuk kanë as fuqi sepse veç në qofë se janë të kutit e votimit aty të Unajt Evropian të Amerikanët dhe të ndru votat, gjë që nuk ndodh, edhe prandaj janë popujt e atyre vendeve të cilët vendosin për të krijuar një politikë udhëhese dhe një lider i cili do i udhëhes drejt atyre strategjive që i kanë shtetërore. Për ndryshe, nuk e di pse duhet me dalë në vota në qoftë se na besojmë që dikush na e sjell një njeri me na i kry punë edhe thotë ky është ai, deshet apo s'deshet jo. Çështja Ardiana shumë është e thjeshtë. Po pra, prandaj e thash se shumë e thjeshtë. Shumë është e thjeshtë kuptimin asaj që e përcakton qarta zi mbështetja e faktorit ndërkombëtar Vučićin apo të ndonjë lider në rajon e Ballkanit Perëndimor që nuk ka mbikëqyrje nga vëzhguesit evropian, sepse ne dimi që në zgjedhjet e kaluara në Serbi ishin kontestuale çështja e zgjedhjeve dhe ka patur spekulime për manipulime të shumta apo trenin bugar. Po janë edhe në Kosovë, po ai njeri ka fitu 40%. Njëtën gjë kia edhe në Republikën e Kosovës pa dyshime për kurdisje të votave të rinjt bugar e forma të ndryshme, dhe kjo pa dëshmon faktin derisa në Kosovë, nga një mbikëqyrje dhe vëzhgues ndërkombëtar, nga partitë të ndryshme opozitare, që në Kosovë ka më shumë opozitarizëm se sa ka në Beograd. Imagjinoni në zgjedhjet e ardhshme në Serbi, kush është ai si kontrollon kutitë e vendvotimeve, domon përpas strukturave udhëheqëse të Aleksandar Vučić. Pra është të qartë se do i lejohet prap një manipulim të zgjedhjeve në Serbi në shoftë mban mes datës 1 apo 8 Nuk mendoj prap as kështu si që thua, nuk mendoj që do i lejohet atij, por derisa ai është në qeveri se pa dyshim që forcën më të madhe për të kontrolluar mënyrën e zgjedhjeve e ka më të madhe. Ajo është e pa diskutueshme sepse e ka komplet shtetin mbrapa dhe i ka gjithë aparatin shtetëror të cilin mund ta vënë në funksion të votuesve të vetë, të manipulimit të zgjedhjeve, shumë çka tjetër siç ndodh në të gjitha vendet e botës, sidomos në këto në zhvillim e të pa zhvilluara, se në perëndim nuk ndodh kjo. Dhe mos harrojmë që njëjta ka ndodhur edhe tek ne. Por nuk do të thotë që amerikanët ose evropianët na e prunë neve zotrin Kurti edhe na e vendosën edhe thanë ky është. Ai thjesht i ka marrë votat e popullatës edhe ka ardhur aty. Mirë, po ndalemi pak tek ajo se çfarë tha Vučić pas këtyre protestave, tha që mora mesazhin e duhur nga protestuesit. Pikërisht pas asaj presje, vazhdon në takimin e qeverisë ku thotë ne do të jemi para një akti i cili përcakton çarta 18 prillit si datë e fundit të zgjedhjes së qeverisë së re nga kjo legislaturë, në rast se jo atë brenda 45-60 ditëve ne do shkojmë në zgjedhje të parakoshme në Serbi dhe pikërisht ky është mesazhi që të cilën dëshiroj ta jep që në kontekstin e propagandës së Serbisë. Gonxha pyetja këtu do duhet të jetë në hapësirë pra kush është në shumë marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Pra derisa ne sipas asaj që shifet do të kemi zgjedhjet e parakoshme në Serbi, do të kemi zgjedhjet e parakoshme sipas gjithasë edhe në Republikën e Kosovës në nivelin nacional, jo aty lokale që janë të përcaktuar çarta që tani më, apo humb Kosova me një mos formim të qeverisë, apo humb Kosova hapin drejt përmbylljes një procesit qoftë të njëanshëm nga ana jon, apo humb Kosova rrugën apo destinacionin e duhur në futjen e saj në një hapësirë të mbyllur dhe të errët të mos veprimit më të tjeshëm politik. Pra këto janë çështje me të cilën ne do duhet preokupohemi dhe derisa ne
apo derisa Serbia e shek këtë mos ka dëshmëri nga aspekti gjeopolitik në Republikën e Kosovës, ai vazhdon të krijojë momentume të këtilla po të stërgjatet, po sa më shumë si stërgjatet. Ne jemi në dialog se kemi hyrë në dekadën e dytë të dialogimit, pra çka kemi arritur në këtë stërgjatje? Humbje të subjektivitetit ndërkombëtar në arenën ndërkombëtare të Republikës Kosovës. Pra kjo dëshmon sa më gjatë që është bisedimet, sa më gjatë që ne nuk e marrim hapin e guzimtar, por ta përmbyllim procesin, ne do të jemi vegël instrumental politik të Aleksandr Vučić në Ballkanin Perëndimor për të krijuar momentume qoftë protestat e mbrëmshme, qoftë ndonjë përshkallëzim të situatës sigurisë në Republikën Srpska, qoftë rasti i Banjës, pra jepet hapësira dhe terreni për çitje, edhe ne nuk do duhet jemi targeti i çitjeve të Aleksandr Vučić. A jemi vegël e Aleksandr Vučić dhe shtetit serb, sepse e din që shumë prej situatave në një farë mënyre sinkronizohen mes vete ato që ndodhin në Serbi dhe në Kosovë? Gonxhe, ne jemi vegël e pa diturisë tonë edhe pa pjekurisë tonë politike. Nuk ka Serb që ka me ta njoftë Kosovën. Ne nuk jemi në dialog me Serbinë, unë mendoj ndryshe nga shumica këtu në Kosovë, por jemi në dialog me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata duhet të na njohin neve çysh duhet, më pari Bashkimi Evropian ato 5 shtete që s'na njohin, dhe të ndërmarrin hapa e masa ndaj Serbisë për njohjen tonë në organizatat ndërkombëtare, posaçërisht në organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe futje në NATO e në Bashkimin Evropian, dhe pastaj Serbia na nje as na nje është problem shumë i vogël. Ose është problem fare pastaj, se ka shtete që jetojnë me mira vite edhe se njohin njona tjetrën. Dhe unë besoj fuqishëm duke njohur mendsinë serbe që s'ka serb i cili vjen krye të shtetit serb dhe ka me thonën e njoh Kosovën. Sepse në historinë e tyre, nëse lexon historinë serbe, fusha e Kosovës quhet zemra e Serbisë që nga vitet 1000, që nga shekulli 12-13. Dhe nëse një serb del edhe e pranon Kosovën, ai atëherë do shpallet tradhtar. Ky është realiteti. Ta shumica prej neve hezitojmë t'ja themi realitetin vetës ose kemi mungesë të informacionit, njënën prej këtyre dyjave. Po megjithatë unë besoj një gjë të tillë. Prandaj unë ja zësha për të madhe zotrit Kurti që u shkapke prej Amerikanëve. Ne duhet dialog dhe forcim të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Na me Serbinë nuk kemi punë. Ne me Serbinë jemi shtet armiqësor, mundemi me kriju marrëdhënie bilaterale, ekonomike, shoqërore, arsimore, ku ta diun mënyra të ndryshme, por pavarësisht ananjas në një Serbia nuk është problem i madh, sepse kur të nje bota Serbia është e vogël pastaj. Këto që i tha Ardiani, i besoni dhe jo, dhe pajtoni dhe u deri diku, por a mendojnë që do të ketë qetësim të këtyre dy shteteve ndonjëherë, apo mund të ketë ndonjë krizë në mes këtyre dy shtete, flasim për shtetin e Republikës së Kosovës dhe të Serbisë? Në periudhën që ne tani flasemi, mund shohim vetëm zhvillime të karakterit hibrid, pra që atakohet siguria e Republikës Kosovës, por që në një periudhë të një konfrontimi të drejt për drejt konvencional nuk do të ndodhë në periudhën aktuale që jemi duke biseduar. Do të thotë që do të ndodhë ndoshta dikur, por jo në këtë periudhë aktuale. Se të gjithë shikuesit tanë dhe të gjithë politikbërësit mendojnë që ne nuk do të ballafaqohemi në një situatë të palakmueshëm, siç ka ndodhur më vite më parë, janë tepër naiv, sepse derisa është gjetur modaliteti interesant të invazionit një shtetit përkatës, duke quajtur si operacion special. Pra Rusia de facto ka gjetur modalitet ndërkombëtar që përmes quajtur operacion special ka hyrë në një shtet sovran i njëjtë nga OKB-ja dhe ka aneksuar rajone të cilat e kalojnë diku 120.000 km2. Pa imagjino sa 12 Kosova ka aneksuar Rusia. Dhe për një gjë të tillë ka një lloj dakordësie edhe të hershme nga ana e Zelenskit, sa i përket çështjeve të atij territori që tani më nuk kontrollohet, edhe është e qartë nga shtëpia e Barsi, nuk do të ketë kthim para 2014 as 2022-s, dhe në këto ndryshime që janë duke ndodhur pishohim, nëse ne mendojmë që nuk do të ballafaqohemi me Serbinë, apo me ndonjë forcë brenda Ballkanit Perëndimor që është pro-serbe, atëherë është naiviteti shumë aq i lartë sa që nuk mund të besohet një skenë të tillë politike. Pra ne do duhet jemi të përgatitur, do të ndodhë ndryshimi negativ, pozitiv, mbetet nga ana jonë se si na përcaktojmë
rrugën tonë të qartë, por që ne do duhet jemi të përgatitur sepse tani derisa Kosova është e pozicionuar në një buroj ndërkombëtar, sepse një 4-4 që jep një lloj buroje nga faktori ndërkombëtar për ndërhyrjes të Rusisë, sepse Serbisë, më falni, të 12-4 që edhe elementet e tjera, që edhe natë KFOR-i si element, instrument ekzekutiv i NATO-s në kuadër mandatit, e ka për obligim të arruaj brezin kufitar, e ka për obligim mes Kosovë dhe Serbisë, por tani me diskursi ka ndryshuar dhe tani Republika Srpska është duke zbatuar një politikë të qartë të Putinit dhe nga Republika Srpska deri te Republika Kosovës në vijën kufitare kemi dikon 30 km vijë ajrore, pra imagjinoni kjo është aq afër sa pjesa e dërmuese e grupit të Milan Radojicit në Banjsk kishin ikur dhe kishin nxjerrë strehim në Republikën Srpske të Bosnjë Hercegovinës. Pra në këtë koncept ne do duhet jemi të kujdesshëm se mund të ketë një situatë pa lakmueshme në Republikën Srpske në Bosnjë, më pastaj situata aq jo e mirë edhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, qoftë me arrestime që janë duke ndodhur nga strukturat sigurisë të Maqedonisë së Veriut ndaj shqiptarëve që kanë shërbyer në ishlimtarët e Kosovës, apo formacione të ndryshme, mos prezenca e duhur e strukturave shqiptare në konceptin ushtarak, inteligjent, sigurisë në Maqedoninë e Veriut, e ngrit potencialin e pakënaqësisë përkatëse dhe në këtë mes ne do duhet jemi të vëmendshëm të kujdesshëm që ta vazhdojmë rrugtimin tonë, ta përmbyllim me Ardionin Pajtona 100% se do duhet shkojmë në shtëpinë e bashkë, ta përmbyllim një proces i cili është jetik dhe i domosdoshëm për të ardhmen tonë. Mirë, Drizan, faleminderit shumë që keni qenë së bashku me ne në këtë studio të emisionit të mëngjesit. Flasim pikërisht për këto tema kaq të rëndësishme. Ardian, vazhdojmë edhe më tutje sepse vetëm pas pak do flasim dhe për zgjedhjet në Kosovë, ndërkaq që miq dashur,